Shumë dhe ta nga të regon dhe kolegu që është atje Liridon Zeqiri. Mirë mbrëma, cila është pyetja dhe cila ishte përgjigja? Po, faleminderit shumë Orhan, e thatë edhe ju që sot kemi qëndruar në Bruksel për ta përcjellë samitin e ministrave të mbrojtjes së vendeve anëtare të NATO-s. Ka qenë një ditë kështu me goxha angazhime edhe për neve, mirë po me plot takime atje në selin qendrore të Aleancës Veriatlantike dhe pas gjithë aktiviteteve ka qenë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte që ka dalë në konferencë për media dhe ka treguar se shtimi i resurseve të NATO-s ka qenë një prej temave që është diskutuar me 32 ministrat e vendeve anëtare dhe krejt kjo ka buruar nga samiti i NATO-s i cili është mbajtur në Hagë në qershor të këtij viti, ku ka qenë thirrje presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump që vendet anëtare të NATO-s të arrisin buxhetin në 5% të shpenzimeve për mbrojtje, pra të bruto produktit të tyre total vendor. Temë tjetër tepër me rëndësi që është diskutuar ka qenë ajo e përballjes dhe e luftimit të droneve, duke pasur parasysh që territori i Aleancës Veriatlantike është kërcënuar her pas here me dronet kryesisht që kanë ardhur nga Rusia dhe konkretisht kanë kaluar në hapësirën ajrore të Polonisë. Kështu që ka qenë takimi sot në fakt dhe ato që kanë dalë për këtij takimi lidhen direkt me rritjen e kapaciteteve kundër luftës hibride, por edhe të dronëve në mënyrë që Aleanca Veriatlantike të mund t'i neutralizojë ata. Sekretari Rutte në paraqitjen e tij ndër të tjera ka thënë se Rusia dhe nuk duhet të merret atë shumë seriozisht lidhur me këtë çështjen e dronëve, për arsye se, siç ka thënë ai, kapacitetet e NATO-s janë shumë fish më të mëdha. Një temë tjetër që ka dominuar këtë ministerial ka qenë Ukraina dhe shtimi i kapaciteteve dhe resurseve teknologjike që Ukraina të mund ta vazhdojë luftën e saj në përballje me agresionin rus, dhe këtu Rutte thotë se punon ngushtë edhe me Bashkimin Evropian për të siguruar mjete ushtarake, por edhe të siguruar jetën e njerëzve në Ukrainë dhe siç shprehet ai, nuk bëhet fjalë vetëm për fjalë, por edhe për demonstrim që ka treguar NATO prej kur ka nisur lufta në Ukrainë në shkurtin e vitit 2022. Armët amerikane ka theksuar ai se janë tepër të nevojshme për ta mbajtur Ukrainën aktive në këtë luftë, dhe cila për ta mbajtur aktive në betejën e saj me Rusinë, derisa afron dimri dhe sulmet ruse janë të intensifikohen her pas here. Ai është shprehur se është tepër kyçe që të ndihmohet të mbrohet Ukraina edhe sa i përket infrastrukturës, të ujit, të rrymës dhe të ushqimit aty ku Rusia synon të godasë. Liridon, tjetër ka qenë edhe Ballkani Perëndimor dhe ne kemi pasur një takim. Liridon, të falenderojmë shumë për këtë paraqitje. Po, të falenderoj shumë për këtë paraqitje. Për më shumë keni në portalin kosova.tv, gjithashtu mund ndiqni edhe krejt përmbledhjen që ju edhe